Policia e Shkodrës ka njoftuar nisjen e procedimit penal për një shtetas 33 vjeçar nga Ragami. Ai dyshohet se ka përndjekur një shtetase. Ndërkohë procedim penal ka nisur edhe për një shtetase 27 vjeçare nga fshati Hot. Duke drejtuar automjetin, ka humbur kontrollin dhe si pasojë makina e saj është përplasur me një automjet tjetër që drejtohej nga një 44 vjeçare, banuese po në fshatin Hot, e cila është dërguar në spitalin e traumës ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Edhe një 35 vjeçar banues në Shkodër është proceduar penalisht për veprat penale, ushtrimi i aktivitetit tregtar të paligjshëm, moslëshimi i kuponit tatimor, fshehja të ardhurave dhe punësimi i paligjshëm. Kjo pasi nga verifikimet e kryera në subjektin e tij tregtar, ka rezultuar se ushtronte aktiviteti në kundërshtim me ligjin dhe kishte 2 punonjës të pasiguruar. Ndërkohë dhe një shtetas 32 vjeçar banues në fshatin Bardhaj është proceduar penalisht për veprat penale, tregtim dhe transportim i mallrave kontraband, kontraband me mallrat e akcizës dhe kontraband me mallra të tjera. Gjatë kontrollit të ushtruar në marketin e tij, janë konstatuar mallra të ndryshme të dyshuara të kontrabanduara.